Visar? Nuk pritet ndaj përgjigje tjetër, ose që unë Unë tash që pash që ato të cilat janë nëna i përmendën datat të fëmijëve. Për juve nuk dhe qova. Unë përdu më bo 100% i sinqert se dy datat që i kom unë janë 7 prilli dhe 7 qershori. Kur kanë ardhur dy vajzat e njëjtë, po 7 prilli o kun vajza parë kur ka ardhur. Edhe sigurisht që ata që në bo prind për herë të parë, sigurisht që e kujtojnë hala ma shumë se është hera parë. Edhe unë e kujtoj vetën kur kom kesh dhe kom kajt në të njëjtën kohë. Isha në telefon duke i lajmëruar miqtë e mi, familjen që kom vajzë dhe të njëjtën kohë edhe kajsha edhe kesha. Dyjat ishin lumtuni. Natyrisht. E për mu, do më thonë që ajo datë ma kujton një gjendje interesante ku më pa thonë dikush që ki mund një qështu, sigurisht që nuk e kësha besu, por fajmëdej që më riva që atë ditë dhe ajo ditë e 7 prillit gjithmonë e kujtoj si një datë që nuk ka harroj kur. Faleminderit shumë Visari, paqit nipat në besat, fëmijët me shumë shëndet. Edhe... Hajde, Cuci. Unë flasë, Cuci, këtë tonë. Vim shumë kështu se kaj. Dhe o thash më të më Tachi guy, tachi, very touchy, I swear to God. Tachi. Neke? Visari tu fol, unë veç se filluar më emocionu, Cuci kjetu kaj edhe unë. Neke, Cuci, loti që pikon, po së ka eshe kamera. Nuk është të pa kamera. Dveçanta. Festivale, sene, kultura, nive. Takohemi gjithmonë. All respect, brother. All respect. Gjithsesi. U emocionua nga se është e vërtet që viti ma i rëndësishëm edhe për mu ka qenë viti 2021. Edhe unë nuk kom qenë jashtu i lajmëru njerës në telefon, mirë po unë jom shumë falenderus doktor Fatosit, që më ka detyru, më ka bindë me hy mrena në salë. Do më thonë, djenja ma e mirë një jetën teme që këmujtë me përjetu është, kur e kom pa se si po vinë në jetë dy fëmijët e mi, faktikisht më rënë një dalim për 1 minuti. Unë nuk i kom pas 2 data, po i kom pas 1 minut mes, edhe është e vërtet që edhe unë kom qajt, nuk di që kom qajt, por lumëturimat madhe se me atë qajt, nuk dia po egzistoj kje. Edhe kështu që të viti 2021 pas një dyshim e kësha vequn mes në krejt viteve si momenti ma i bukur një jetë, nga se na edhe kena prit shumë gjatë, edhe pritja ishtë pak ma ndryshe, kur po prit që shumë gjatë, e kish një farë fuqie të madhe emocionale, kështu që e kësha vequ 2021-ën edhe ju uroj krejt ata të cilët po na shiqojnë, po na dëgjojnë, të cilët kanë dëshirë më u bo prind që ende si unë boj, inshallah Zoti ja u qënë sa ma shpejt.